Sot e hënë ditë prajmi e ku në Big Brother vetë se kanë fillu me u zhvillu edhe shumë dinamika. Por sot një dinamik kështu që ka me u prit shumë prej publikut është se banorja Shkurta rikthehet sot në shtëpi edhe krejt po besoj e përretni me pa reagimin e banorëve cilët mendojnë se Shkurta u eliminu, por ajo realisht është në një kapsul kështu shumë afër shtëpisë së Bigut. Shkurta të premten la shtëpinë, por pra sot rikthehet, unë po besoj që ka më u kthy kështu me hy fuqishëm në lojë, pasi e ka pas mundësinë për mi pa dy kanalet 24/7 live dhe unë mendoj që ky ka qenë avantazhi për të që me hyn lojë duke i pa banorët pak se si po e zhvillojnë lojën, çfarë po folin, kush po tregon ose kështu kush po mban thashë theme dhe Shkurta ka pas mundësinë gjatë kohës sa ka qëndru vetë me i pa ata, e të shohim sa po e përdor për me i loj. Por pjesën që mendoj që ka qenë disavantazh për të, është pjesa se nuk e kanë qitë shumë në kamera, e shumica e publikut edhe pak e kanë harru Shkurtën këtë pjesë, pasi janë vetëm ditët e para edhe në këto ditët e para krijohet ajo përshtypja për banorët. Nëse dikush zhduket ndoshta për 1 ose 2 ditë, pak fillon edhe me dalë jashtë memorjes së njerëzve, por mendoj që sot ka me ndru pak loja edhe paktën loja e saj, edhe të shohim sa po din me zhvillu dinamika edhe me përdor këtë gjë. Për ndryshe Shkurta është një banore e cila momentalisht pëlqejet goxha nga publiku edhe merr goxha komente pozitive, pasi për mendimin tim është banorja më reale momentalisht në Big Brother.